Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në episodin e 2 të podcastit ton. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në hapësirën më intime në qarkullim. Sot jemi gati për të folur për kriticizmin. Atë gjën që sipas partneres sime, unë e bëj rrallë, por kur e bëj, më duhet të kërkoj falje 3 ditë me radhë. Tani, nuk është shumë e pavërtet, megjithatë, 3 ditë është sa egzageruar. Gjithsesi ne sot duam të krijojmë një atmosferë të ngrohtë, kështu që le të mendojmë se jemi ulur bashk në një mbrëmje të qetë, edhe po ndajmë mendime për marrëdhëniet tona, duke folur me sinqeritet dhe pa dorashka. Por e di që nuk ka asgjë romantike në mënyrën se si flasim njëri tjetrit kur jemi të acaruar. Sot do t'i referohemi punës së Dr. John Gottman, një nga studiuesit më të njohur në fushën e marrëdhënieve. I njohur botërisht për punën e tij mbi stabilitetin në martesë dhe parashikimin e divorcit, John Gottman ka kryer 50 vjet, gjysmë shekulli kërkime të përparuara me mijëra çifte. Gottman është bërë një emër me ndikim sidomos pas vitit 92. Në këtë vit Dr. John Gottman dhe 2 kolegë të tij, Kim Wellman dhe Lynn Katz, kryen një studim klinik historik. Ata intervistuan 52 çifte të martuara rreth historisë së marrëdhënieve të tyre. Studiuesit mund të parashikonin se cilët çifte do të ndaheshin ose do të qëndronin bashkë 3 vite më vonë, me saktësi në mbi 94%. Kështu Dr. Gottman fitoi famë si person që mund të parashikonte divorcin. Çiftet përshkruan takimet e tyre të para, njohjen, vendimin për të martuar, kohët e mira dhe të këqija, filozofinë e tyre për ato që e bën një martesë të funksionojë dhe mënyrën se si martesa e tyre ndryshoi me kalimin e viteve. Më pas, ata bën një vizitë të shkurtër në laboratorin e dashurisë, siç quhet, për të zhvilluar një diskutim 15 minutësh rreth një fushë konflikti në martesën e tyre. Kjo u lejoi studiuesve të shihnin një shembull të stilit të konfliktit të çiftit. Tek laboratori i dashurisë apo Love Lab, siç është në gjuhën origjinale, studiuesit u përshëndruan në një grup të caktuar prej 7 faktorësh në këtë studim për të përcaktuar se cilat ishin parashikues të suksesit ose dështimit. Këto variabla ose faktorë që u studiuan ishin: së pari dashuria ndaj bashkëshortit apo bashkëshortes, Negativiteti ndaj bashkëshortit apo bashkëshortes, sa ekspresiv ishte secili partner gjatë intervistës, përdorimi i fjalës ne kundrejt ndarjes ose sa shumë bashkëshortët e shihnin veten si pjesë të një ekipi në krahasim me theksimin e pavarësisë së tyre. stereotipet gjinore ose sa shumë ngjanin bashkëshortët me burrat dhe gratë tradicionale në shprehjet dhe përgjigjet e tyre emocionale. Paqëndrueshmëria ose intensiteti i ndjenjave të tyre ndaj njëri tjetrit kur përballeshin me konflikt, kaosi ose lavdërimi i luftës. Edhe së fundmi zhgënjimi martesor. Në studimet e tij gjendet dhe koncepti i 4 kalorësve të apokalipsit. Kjo është një metaforë që përshkruan fundin e kohrave në dhjetën e re. Kalorësit përshkruajnë përkatësisht pushtimin, luftën, urinë dhe vdekjen. Gottman e ka përdorur këtë metaforë për të përshkruar stilet e komunikimit që sipas hulumtimit të tyre mund të parashikojnë fundin e një marrëdhënie. Pra, kalorësit simbolizojnë 4 sjellje që paralajmërojnë se një lidhje po shkon drejt krizës. Këto sjellje janë kriticizmi, mbrojtja, përbuzja dhe ndalimi i komunikimit, ose heshtja. Siç mund ta vëmë re, kriticizmi është i pari në listë. Le të kuptojmë qartë kalorësin e parë dhe të rrezikshëm që kërcënon mirëqenien e marrëdhënieve tona. Kështu pra, në këtë podcast ne do të flasim për ku e kalon kriticizmi kufirin, si e shkatron ai ndonjëherë komunikimin në një lidhje, dhe si mund ta ndalojmë përpara se të bëhet zakoni që vret marrëdhënien tonë. Nëse keni ndjerë ndonjëherë se po kritikoni më shumë se sa doni, ose ndiheni të sulmuar nga fjalët e partnerit apo partneres, ky episod është për ju. Qëndroni me ne do të flasim më shumë për këtë temë së bashku, hap pas hapi. I dashur mik, mikesh, që po na ndjek, ne nuk jemi këtu për të dhënë receta perfekte. Të thoni ju pse? As perfekte dhe as jo perfekte, asnjë recetë. Sepse nuk i kemi. Sepse nuk ekzistojnë fakte receta të tilla. Por, ne kemi përjetuar vetë një lidhje për disa vite, edhe kemi lexuar dhe dëgjuar disa teori, të cilat të paktën pretendohet që ndihmojnë, dhe po ashtu kemi një dëshirë që të bëjmë një bisedë në lidhje me këto gjëra, edhe ndoshta të pim një gotë vera çaj për të shqetësuar pak edhe intensitetin për temat e vështira. Sot do fjalosemi, sa shkrim të keq që paske, Denila,
Sot do llafosemi, thoja unë, sepse është kaq i dëmshëm kriticizmi. Për të futur tani në ca thela pak më serioze. Si ndryshon kriticizmi nga një ankesë normale? Okej. Dhe kjo është pjesa ime e preferuar. Çfarë mund të bëjmë ndryshe, por tu dëgjuar, pa e sulmuar njëri tjetrin? Nëse edhe ti ke thënë, ti gjithmonë, ose ke ndjerë tensionin kur ke dëgjuar dikë të thotë pse nuk e bën kur këtë apo atë, kjo është një bisedë për ty. Ndaj si thua, le të fillojmë bashkë këtë diskutim që mund të duket si një minë me sahat, por me pak kujdes mund të kthehet në një urë që na lidh më fort. Në këtë pjesë të episodit do të flasim për kriticizmin, çfarë është kriticizmi dhe pse është problematik. Le të fillojmë me një dallim të rëndësishëm. Çfarë është në të vërtetë kriticizmi? Në artikullin e Gottman thuhet se kriticizmi nuk është thjesht të shprehësh një ankesë, është të sulmosh karakterin ose personalitetin e partnerit. Po, për shembull, të thuash pse nuk është fshirë dhoma, po jam lodhur duke bërë çdo gjë vet, është një ankesë. Por kur ne themi ti je dembel, asnjëherë nuk mund ndihmon, ky është kriticizëm. Pra fjala ky që është ti je, kur fillon me ti je, kjo çon direkt një sulm personal. Le të shohim se si ndikon tani në marrëdhënie kriticizmi. Sipas Gottman, kriticizmi krijon një atmosferë mbrojtjeje dhe mbyllje. Kur dikush ndihet i sulmuar, ai nuk dëgjon për mbajtjen e mesazhit. Ai mbron veten e vet. Dhe pikërisht aty fillon cikli i famshëm: kritik, mbrojtje, distancë emocionale. Studimet nga Instituti The Gottman na jep një mënyrë për ta kthyer kriticizmin në një ankesë të shëndetshme. Si ta bëjmë këtë? Çelësi është të flasim për veten, jo për tjetrin. Pra jemi duke folur për dallimin mes ankimit dhe kriticizmit, pra duke dhënë disa shembuj praktik të këtyre. Në vend që të thuash, për shembull, ti kurrë nuk më dëgjon, Po. Është një gjë që ne e dëgjojmë edhe e themi shpesh. Thuaj, më ndihmon shumë kur më dëgjon me vëmendje. Ndjej që jam më i qetë në ato momente. Dhe do të ndaj diçka në fakt. Do të ndaj diçka shumë shkurtimisht. Më kujtohet një histori që bashkëshortja po fliste me bashkëshortin e saj. Bashkëshorti po e dëgjonte, edhe normalisht për ta respektuar bashkëshortin e tij, filloi ta dëgjonte me shumë vëmendje, ta shikonte në sy, t'i hidhte dorën rreth qafës, duke e inkurajuar që të ndante më shumë me të, dhe duke e dëgjuar, vetëm duke dëgjuar, duke e parë në sy, ndërkohë në mendjen e tij kishte tashmë 4 zgjidhje të problemit të saj, por nuk po ndërhynte fare. Dhe në fund fare gati ajo po mbaronte dhe ai ishte gati për të dhënë 4 alternativat e tij, 4 zgjidhjet që kishte për problemin e saj. Ai thotë, i dashur, ti je një dëgjues i mrekullueshëm. Shumë faleminderit që ti më dëgjove. Ishte vërtet një diskutim, ishte vërtet një bisedë shumë relaksuese për mua, sepse ti vërtet më kushtove vëmendje. Shumë faleminderit. Edhe unë ngritë ikte, i thash, stop, po do zgjidhje. Jo, nuk dua zgjidhje, unë thjesht doja të ndaja këtë gjë me ty. Që ne meshkujt nganjëherë kemi një problem, duam të japim më një herë zgjidhje. Shiko, nganjëherë bashkëshortet tona duan thjesht të ndajnë barrën me ne, ose dikush do thjesht të ndajë barrën me ne. Shumë e vërtet. Mendoj për të gjitha vajzat dhe gratë që janë duke na dëgjuar, janë duke tundur kokën duke thënë sa e vërtet. Më në fund dikush që e kupton këtë gjë. Çfarë burri që ke? Vazhdojmë me shembuj praktik për të dalluar çfarë është ankesë dhe çfarë tingëllon kriticizëm. Në vend se të thuash, ti je i papërgjegjshëm me fëmijët, mund të thuash, më duhet më shumë ndihmë me fëmijët gjatë mbrëmjes, ndihem shumë e lodhur kur bëj gjithçka vet. Studimi sugjeron disa mënyra konkrete për të shmangur kriticizmin, si për shembull, fol në veten e parë. Për shembull, unë ndjej, ose unë mendoj. Pra duke përdorur gjithmonë veten e parë. Së dyti, përdor fjalë përshkruese për veten dhe situatën, jo fjalë gjykuese. Pra si e kuptoj unë, atë që the, për të përshkruar mënyrën e dytë, është ideja që ti mund të tregosh për mënyrën se si ndihesh në raport me situatën, pa e gjykuar tjetrin. Po, sakt. Dhe së treti, shpreh nevojën tënde, jo gabimin e tjetrit. Po ndoshta edhe atë që ke nevojë për të ndryshuar, sepse zakonisht kur shprehim një ankesë, ne shprehim një nevojë për ndryshim. Kemi nevojë që të jemi më bashkëpunues apo jo për t'ia dalë më së miri mirëmbajtjes së shtëpisë. Edhe është e nevojshme që kjo ankesë patjetër të vinë në mënyrën e duhur për të qenë ndërtuese. Dhe së treti, shpreh nevojën tënde, mos sulmo personalitetin e tjetrit.
për të dhënë një shembull, nëse partneri vonohet shumë orë në mbrëmje mbasi ti e ke pritur, patjetër që është e pakëndshme si ndjesi. Mirë, po sapo vjen në derë ti I thua, ti gjithmonë vonohesh, ti intereson vetëm vetja jote. Të sulm, pra, menjëherë jep një lloj përshkrimit karakterit ti. Po, dhe një mënyrë se si mund ta thuash është kur vjen vonë pa më lajmëruar, ndihem sikur nuk kam asnjë rëndësi për ty. Kam pasiguri, ndjej ankth, që praktikisht je duke përshkruar situatën, por po ashtu edhe mënyrën si ti ndihesh në raport me atë gjë. Imagjinoje këtë. Je ulur në fund të ditës, je I lodhur dhe partneri yt fillon me një listë të gjatë. Prap I ke lënë enet e lavaman. Nuk më dëgjon kur flas. Gjithmonë harron gjëra që të them. Dhe në atë moment, trupi yt nuk dëgjon më me vesh, sepse personi merr një pozicion mbrojtës. Në fund, askujt nuk I pëlqen që të ndihet si një projekt që ka nevojë për rregullime aty këtu. Në diskutimin që do të pasoj tani, do të trajtojmë si tingëllon kritika nga këndi emocional. Kur kritika bëhet kronike, partneri fillon ta lidh praninë tonë me ndjesinë e dështimit. Dhe kur kjo ndodh shpesh, krijon largime emocional. Një nga parashikuesit kryesor të ndarjes sipas hulumtimeve të Gottman. Gjithsesi, ne nuk jemi këtu për të vënë alarmin, ne jemi këtu për të mësuar një mënyrë tjetër, pra si të flasim që të ndërtojmë, jo të shpërbëjmë. Zoti, për ata që si ne besojnë, na drejton të ndërtojmë njëri tjetrin me fjalë, jo të ndërtojmë një mur fjalësh. Pyesni veten, kur ishte hera e fundit që the diçka të vërtetë, por në një mënyrë që nuk e ndihmoi partnerin ta dëgjojë? Dhe çfarë do të ndodhte po të provoje të thuash të njëjtën gjë, por me një ton që fton, jo që paralajmëron. Le të ndajmë një ushtrim së bashku. Është një ushtrim që mund ta provoni këtë javë dhe të shikoni se si mund të kalojmë nga kritika në ndjeshmëri. Mund të zëvendësosh kritika të tilla si: je gjithmonë në telefon kur të flas. E ke për mua këtë? Ndonjëherë. Megjithatë, unë mund të shprehem më mirë se sa kaq, edhe mund të them: do doja të ndihem më e dëgjuar kur ndaj diçka me ty që më shqetëson. Shpresoj që të jeni duke kaluar mirë në shoqërinë tonë, ne po kënaqemi duke folur me ju. Siç e përmendëm që në episodin tonë të parë, ne vim nga një sfond besimtar. Ky nuk është thjesht një detaj personal, është një pjesë e rëndësishme e mënyrës se si ne I shohim marrëdhëniet, komunikimin dhe procesin e shërimit në çift. Qasja biblike ndaj dashurisë dhe ndjeshmërisë është thelbësore për ne. Dhe ndonë se e dim që jo të gjithë dëgjuesit tanë ndajnë të njëjtin besim, ne ndajmë këtë këndvështrim me shpresën se mund të sjellë vlerë për çdo zemër që dëgjon, besimtare apo jo. Dhe me që po flasim për dashurinë dhe besimin në të njëjtën kohë, më lejoni të lexoj diçka nga Bibla rreth dashurisë së vërtetë. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëve dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesh as një bronz që kumbon, ose si cimbali që tingëllon. Edhe po të kisha dhuntinë e profecisë, edhe të dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën, dhe po të kisha gjithë besimin, sa të luaja nga vendi malet, po të mos kisha dashuri, nuk do të isha asgjë. Në fakt, në thelb të shumë konflikteve bashkëtorë qëndron një përpjekje për t'u afruar, por që shpesh dështon për shkak të mënyrës se si e bëjmë. Një shembull I zakonshëm është kur kritikojmë partnerin duke besuar se kjo do ta përmirësojë situatën ose do të na afrojë më shumë, por shpesh ndodhe kundërta. Po, kritika e drejt për drejt vendos partnerin në pozicion mbrojtës. Madje shpesh sjell një përgjigje me të njëjtën monedhë, një tjetër kritik, dhe kështu shpejt shndërrohemi nga partner në kundërshtar. Kritika nuk e shpreh nevojën e vërtet që fshihet pasaj. Në vend që të themi, nuk je kurrë në kohë, mund të zbulojmë që pas kësaj fshihet, ndjej mungesën tënde dhe ndihem vetëm kur nuk je këtu. Kjo është ajo që kritika nuk arrin ta tregojë. Sa më shumë që ndërveprojmë me bashkëshorten tonë nga një këndvështrim kritikues, aq më shumë kritikojmë pika të padobishme konflikti dhe shkëputjeje emocionale në martesën tonë. Sa më shumë që bashkëveprojmë me të nga një këndvështrim për ulësie dhe butësie, aq më shumë mund të krijojmë pikat e nevojshme në lidhjen martesore. Dhe këtu hyn në lojë një mjet shumë më I fuqishëm, vulnerabiliteti, ose të qenurit I brishtësia pra. Është e vërtetë që na bën të ndihemi të zbuluar përpara personit që kemi përballë, pra na bën të ndihemi të brisht, të prekshëm, por është edhe mënyra më e thellë për të krijuar lidhje reale dhe emocionale me njëri tjetrin.
Le të bëjmë një reflektim të shkurtër në kohë reale. Çfarë do të ndodhte sikur herën tjetër, në vend që të theksojmë çfarë nuk funksionon tek partneri, të shprehnim si ndiheshim në të vërtetë, pra në vend që të akuzojmë, të hapemi dhe të flasim për ndjesitë tona? Sepse vulnerabiliteti nuk është dobësi, është guxim. Dhe ndryshe nga kritika që ndan, vulnerabiliteti krijon një hapësirë për bashkëjetesë emocionale. Një përgjigje e butë largon zemërimin, por një fjalë ashpër e ndez atë. Le të mbajmë mend se nëse kritika lind nga frika ose zhgënjimi, vulnerabiliteti ose brishtësia lind nga dëshira për lidhje. Dhe nëse marrëdhënia është e rëndësishme për ju, ky është një hap për ta forcuar atë. Me fjalë të thjeshta, më shumë sinqeritet, më pak sulm. Më shumë ja si ndihem, më pak ja çfarë bëre gabim. Sepse dashuria fillon nga vendi ku na lejohet të jemi të vërtetë. Kemi një ftesë për të gjithë ju që jeni duke na dëgjuar. Është mirë që të ndalemi pak dhe të reflektojmë në lidhje me një pyetje që dëshirojmë ta ndajmë së bashku. Pyetja është: a ju ndodh ndonjëherë të filloni një bisedë me kriticizëm pa e kuptuar fare? Nëse po, si do ta thoshit ndryshe herën tjetër? Mund të jetë vështirë në fillim, por me praktik mund të ndërtojmë një stil komunikimi që i afron çiftet, jo që i largon. Gjatë kësaj jave mund të zgjidhni një moment kur keni pasur tendencën të kritikoni. Shkruani versionin e asaj që do të kishit thënë në mënyrë më vulnerabël. Pra, duke filluar me kur ndodhi kjo gjë, unë ndjeva që... Ky nuk është vetëm një ushtrim, është një ftesë për të rizbuluar thellësinë emocionale në marrëdhënien tuaj. Kjo ishte një bisedë e rëndësishme për mënyrën se si kritika ndikon në marrëdhëniet në çift. Siç pam nga puna e Dr. John Gottman, nuk është kritika vetë që dëmton, por mënyra si ajo komunikohet, kur shndërrohet në sulm ndaj karakterit dhe jo ndaj sjelljes. Po, dhe çelësi është të mësojmë të shprehemi me ndjeshmëri duke përdorur deklarata që nisin me unë dhe jo duke fajsuar partnerin me ti gjithmonë apo ti kurrë. Kjo mënyrë ndihmon në mbrojtjen e lidhjes dhe thellimin e mirëkuptimit tonë. Faleminderit që ishit me ne sot. Nëse ju edhe partneri juaj po kaloni vështirësi dhe keni nevojë për dikë që t'ju dëgjoj, jemi këtu për ju. Na kontaktoni dhe do të flasim me ju sa më shpejt jetë e mundur. Nëse kjo temë ju preku, mund të ndani këtë episod me dikë që mendoni se do t'i vlej dhe mos harroni të na ndiqni për më shumë biseda që e forcojnë marrëdhënien tuaj. Mbani mend, komunikoni me butësi, dëgjoni me vëmendje dhe kujdesuni për njëri tjetrin. Mirë dëgjofshim. Mirë dëgjofshim.